Deputetja dhe kandidatja e Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës, Edona Bilali, ka nisur takimet në rrugët e qytetit me banorë dhe biznese përgjatë zonës së Parrucës dhe Lagjës Xhabie. Ajo ka marrë mbështetjen e banorëve duke vlerësuar vëmendjen e qeverisë shqiptare ndaj Shkodrës, por edhe kontributin e saj si zë i Shkodrës në parlament. Pavarësisht se unë kam aktivitet privat, nuk kam lidhje kështu interesa gjana, vetëm dëshira jeme është si shoh Shkodrën sa që është të ecë përpara. Me vazhdu gjithmonë se kena met mrapa. Kena met shumë mrapa. Edona Shkodra. Kena met shumë mrapa. Merci, bëni. Jo, falenderoj shumë. Atë inshallah ecë puna unë. Po presim për mua mirë, sa të rregullohen këta gjonat, na vinë edhe turistat e gjonat. Ja, ditë tash është fiks momenti që fillon të rritet gjithnjë më shumë turizmi. Për një tash. Dorë tuaj. Kam 5 arsye. E ke 5 arsye. Okej. Të me shumë majsi. Para që jeni hapur në ide të tjerëve, e besueshme të që thoni dhe veproni, kreative, duke sjellë ide të reja inovative, e përkushtume për me gjitha përmirësinë që përcjellni me mbështet biznesin në qytetin e Shkodrës. Falenderoj shumë. E kënaqur që ta ke personalisht. Ka që ofër, sepse në aktivitetet tjera, mbledhje tjera, realisht unë kam kene për Falenderoj shumë. Edhe më motivove shumë edhe me këtë fjalë. Faleminderit shumë. Nuk duhet me njohë ngadalësim, vlen çdo votë për mos me ngadalësu punët e mira për Shkodrën. Kena bë për 2 vjet, atë që duhet ishte bën 30 vjet. Por ka shumë më shumë për të bërë dhe ka shumë nevoja Shkodra për me marrë atë që i takon si kryeqendër e zhvillimit ekonomik. Po, mor inshallah. Faleminderit. Po më shumë se sa inshallah kena nevojë këtë herë për çdo votë. Se kena nevojë këtë herë. 2 vite u bë shumë. Por është shumë